Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vendimi i gjykatës kushtetuese për të kaluar në seancë plenare çështjen e pezullimit numri 2 të qeverisë Belinda Balluku u mor nën presionin e kryeministrit Rama. Në konferencën me gazetarët, Berisha i bëri apel kushtetueses të zhvillojë seancë të hapur publike për ankimimin e kryeministrit. Mësohet se gjykata në një presion të tmerrshëm vendosi të shqyrtojë çështjen e përfaqësuar nga avokati i vjedhjeve qeveritare Edvin Kristaq Rama. Sipas Berishës, gjykata nuk duhet kishte marrë në shqyrtim këtë çështje, kryeministri Edi Rama duhet i japë dorëheqjen. Sot i vetmi vendim që gjykata mund të mirte mos shqyrtimin e kësaj kërkese të paraqitur nga kryeministri më hajdut i Shqipërisë në kohra, por dhe më hajdut në Europë që merr guximin për të mbrojtur një vjedhje kaq të madhe të tunelit Llogaras, të shfrytëzoj presionin ndaj gjykatave për të mbrojtur. Edi Rama duhet jap me urgjencë dorëheqjen. Prej disa ditësh, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shfrytzuar çdo komunikim me median për të mbrojtur vendimin e SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme për pezullimin e Belinda Ballukut, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po mbron një antar të kabinetit të tij që është marrë i pandehur nga SPAK.